لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, kur një shoqëri muslimane punon me atë që e urdhëron Islami, punon me këshillat e Kur'anit dhe me porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e formon një shoqëri të fuqishme, në besimin e saj, e fuqishme në mëshirën e ndërsjellë, e fuqishme në solidaritetin që e ka mes njëri tjetrit, e fuqishme në ndihmën që i ofrojnë njëri tjetrit, e fuqishme në kujdesin që kanë për njëri tjetrin. Dhe ajo që shohim ne prej besimtarve në shoqërinë tonë, prej ndihmave që i japin, prej solidaritetit që e kanë për njëri tjetrin, prej butësisë dhe mëshirës që e kanë me njëri tjetrin, na tregojnë se këto veprime burojnë nga porosia që i ka marrë nga fjalët e Allahut xhelle xhelaluhu dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur besimtarët i kanë këto cilësi mes veti, tamam e zbatojnë në praktik fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thënë: "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan." Besimtari për besimtarin është sikur një ndërtesë, tullat e secilës e mbajnë njëra tjetrën. Njëra prej kategorive që Allahu xhelle xhelaluhu e ka përmend shumë në Kur'an dhe ka nxit që të jemi të kujdesshëm ndaj kësaj kategorie, në realitet kjo kategori llogaritet njëra prej porosive më të mëdha të Allahu xhelle xhelaluhu që ne kemi përmend prej 10 prej porosive në kapitullin e Naam në disa hutbe para Ramazanit, e pastaj na ka ndërprer Ramazani nga kjo seri e ligjëratave, një kategori që shumë ka nevojë për përkujdesje, e që është përblimi shumë i madh tek Allahu xhelle xhelaluhu ata të cilët e trajtojnë siç duhet dhe kujdesen mirë, është edhe fjala e Allahu xhelle xhelaluhu që thotë: "Wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Dhe mos ju afroni pasunisë së jetimit
përveç në formën më të mirë, derisa ai të arrijë moshën e pjekurisë. Mos ju qas pasurisë së jetimit përveç se në formën më të mirë, në formën e përkujdesjes ndaj atij malli, që ai do thotë që ja kalon prindi i vet. Përveç në formën që me zhvillue atë pasuri, edhe mu rrit ajo edhe më shumë, mo jo mu kone jotja, po me ju këthy prap këti personi, kësaj kategorie. Kjo ajet të ndëruar vëllezër që gjendet në kapitullin El-An'am, që ne jemi në spjegimin e këtyre 10 porosive të arta që Allahu xhallal xhelalu i ka përmend në fund të kësaj kapitine. Ky ajet është njëri prej ajeteve të shumta në Kur'an që flet për këtë temë. Dhe kur ka zbrit ky ajet, "Wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan", dhe mos ju çasni mallit të jetimit përveç se në formën më të mirë. Dhe një ajet tjetër që ka zbrit në lidhje me të njëjtën temë, "Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara", ata të cilët padrejtësisht e han mallin e jetimit, ta dinë se në barqet e tyre kanë fut zjarr. Thoj shokët e pejgamberit kur ka zbrit këto ajete, ka fillu me lënë njerëzit me lanë, nëse ka pas dikush mall të jetimit diçka, edhe nëse është kujdes nga frika se mos po i bën padrejtësi, është largu me njëre kalon. Edhe pasaj ka fillu më vështërsue gjendja në tek shokët e pejgamberit. Kanë shku edhe kanë pyet pejgamberin, "Allah ja Resulullah, na jemi largue nga malli që kemi pas të ndonjëri prej jetimëve që i kalon prindi i tyre. Dhe nuk e kemi shfrytzuar për interesat tona, mirë po jemi kujdes për to. Mos po bëjmë ne gabim." Atëherë Allahu xhalla xhelalu e ka zbrit një ajet tjetër, "Yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum." Nëse të pyesin ty o pejgamber për jetimat, thuaj se duhet që të sillesh mirë me ta, wa in tukhalituhum, nëse ata janë përzim me juve, do të jetojnë me juve, fa ikhwanukum, janë sikur vëllezërit e juve. Pra këtë kategori të ndëruar vëllezër, Allahu xhallal xhelalu i ka dhënë një epitet të veçantë në Kur'an. Në shumë ajete ka porosit për një mirësjellje ndaj tyre, për kujdesje ndaj tyre, për një afërsi me ta. Dhe ky institucion i përkujdesjes së jetimëve ekziston që 14 shekuj e ca vite. Institucioni i përkujdesjes dhe mbikëqyrjes së jetimëve ekziston do të thotë me shekuj. Allahu xhallal xhelalu ka ngrit këtë institucion lart dhe ka vendosur rregulla dhe ka vendosur parime në të cilat besimtari duhet të ecë kur ka të bëjë raportin me jetimin, me bonjakun. Allahu xhallal xhelalu këtë urdhër të madh e ka përmend në Kur'an se është urdhër i keq edhe popujve të mëhershëm. Dhe Allahu ka marrë besë prej njerëzve që mos me shkel mallin e jetimit, mos me trajtue keq jetimin. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila alla ta'budu illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama. Dhe kur ka marrë Allahu besën prej Banu Israilve, popull që kanë jetuar para nesh, që mos të adhurojnë askën tjetër përveç Allahut, dhe pastaj të sillen mirë ndaj prindërve, dhe pastaj të sillen mirë me të afërmit e tyre, dhe pastaj të sillen mirë me jetimët. Të sillen mirë me jetimët. Allahu xhallal xhelaluhu ka urdhëruar në një ajet tjetër dhe ka porositur, jo në formë të prerë, por në formë të pëlqyeshme, se nëse trashëgimia është duke u nda dikon tek një familjar, tek një familje, dhe aty prezanton njëri prej jetimëve, edhe pse se kiti kur gjatë,
është e preferuar që një pjesë të asaj trashëgimie t'ia dedikosh atij t'ja jesh. Wa idha hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Dhe nëse në ndarjen e trashëgimisë prezantojnë të afërmit, prezantojnë do të thotë jetimët, jepja pak nga pasuria që je duke nda. Pse? Vetëm mos me nia i veten keq, vetëm mos me pa ndarje duke u bë me një veten që është pjesë e asaj, pjesë e njerëzve, pjesë e shoqërisë. Allahu Jalla Jalalu ka të drejtën, ka thonë innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara. Ata të cilët han mallin e jetimit pa të drejtë, ata kanë futur në barqet e tyre zjarr. Të nderuar vëllezër, këtë institucion që Islami shumë e ngrit lart, e që shumë është e vlefshme që të jesh kujdestar i një jetimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka krahasuar veten e tij në xhennet me ata që kujdeset për jetimin, ka thonë kështu jo. Ka thonë jemi afër me kujdestarin e jetimit edhe i ka ngrit gishtin tregues dhe gishtin e mes. Në xhennet. Mirë po çka është edhe ma çuditshme, jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rrit jetim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vdek baba para se të lind, i ka vdek nana në moshën e vogël, në moshën shumë të re. Dhe pastaj do të shvin nga përdurët e gjyshit e nga përdurën e axhës derisa është rrit. Ky dietar ka thënë pse Allahu Jalla Jalalu e zgjodhi që pejgamberin njëri prej gulave të pejgamberve me pas këtë gjendje edhe morrit në këtë formë, morrit jetim pa babë edhe pa nonë. E para ka thënë sepse Allahu Jalla Jalalu ka dashur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta shijoj praktikisht ç'është është jeta e jetimit. Ta shijoj praktikisht ç'është është jeta për mia ditë vlerën. Allahu Jalla Jalalu elem yajidka yatiman fa'awa, a nuk ka gjetë Zoti jetim edhe do të ka marrë për kujdesje, wa wajadaka dhalan fahada, ka gjetë paditur të ka udhëzuar, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, të ka gjetë të nevojshëm për dikën ndërsa të ka pamarrësua Allahu Jalla Jalalu, ka pasuruar, fa amma al-yatima fala taqhar, pastaj ka thonë jetimin mos e përboz kur. Jetimin mos e përçmo kur, mos e nënçmo kur, mos ja ul vlerën atij, afrohu afër tij. Edhe ka tjetra ka thënë sepse zakonisht fëmia kur rritet dhe bëhet dikushi, shumicën e rasteve ata që ngritën në këtë nivel burojnë nga një familje e shëndosh. Edhe na shpesh i thojmë, po ai i ka pas babën të mirë, babën e ka pas shumë nivelet, edhe qashtu ka dalë edhe vladi. Allahu Jalla Jalaluhu ka bërë që pejgamberit mi marr prindrit në mënyrë që ketë ato epitete që e ka pas pejgamberi, njeriu më i mirë dhe njeriu me moralin më të mirë dhe me sjelljen më të mirë, njeriu më i bukur, më i edukuar si përfaqen e tokës, me treguar se këto nuk i ke marrë prej dikujt. To Allahu Jalla Jalalu është ai i cili ti ka dhënë. Andaj të ndërrohet vëllezër besimtar, pra ky institucion që edhe sot ka institucione që kujdesen për këtë. Ky daton me shekuj. Andaj do të thotë qysh herët Islami ka porositur që të kujdesemi për jetimin, të kujdesemi për mallin e tij, të kujdesemi për edukimin e tij, të kujdesemi për ndjenjat e tij, të kujdesemi për rritjen e tij, të kujdesemi për arsimimin e tij, të kujdesemi për shëndetin e tij, të kujdesemi për banimin e tij, të kujdesemi për çdo gjë që ai ka nevojë. Këto këshilla Allahu Jalla Jalalu të gjitha i përmbledh në fjalën që e tham në fillim, në këtë porosi madhështore, wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hi ahsan, dhe mos ju çasni mallit të jetimit përveç se në formën më të mirë, hatta yablugha ashudda, derisa ai të arrijë pjekurinë e tij, të jeti Zoti, mi dal Zot mallit vet edhe pasunisë vet që ja ka lënë prindi apo ja ka lënë prindët
aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.